Maqedonia ishte vendi i parë në rajon që operacionalizoi instrumentin për reforma dhe rritje dhe i pari që mori parapagim sipas planit, theksoi kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij në samit. Mesazhi ynë është se Maqedonia i përmbush kriteret dhe tani presim një qasje të drejtë dhe meritore nga partnerët tanë, shtoi ai. Ne gledam повеќе суштина ако билатералните проблеми и ако билатералните спорови се тие кои што одлучуваат дали земјите треба да станат полноправни членки во рамките на Европската унија. За мене суштината која што ја гледам е испораката. Реформите, чекорите кои што ги исполнуваат и се додека тоа е врз основа на системот на испорака, тогаш апсолутно ние како држава ќе бидеме компетитивни и убеден сум дека ние ќе бидеме тие кои што први ќе стигнат до конечната цел. Në fjalimin e tij, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se rajoni aktualisht ndodhet në periudhën e reformave më të thella deri më tani, transformime për të krijuar një model evropian të qeverisjes brenda çdo vendi. The Western Balkans have chosen to move forward together with the growth plan as our shared roadmap. A roadmap not to Brussels but to the freedoms and the opportunities of the European single market, where our citizens belong by history, geography and destiny. Evropa ju pret, ju tashmë jeni pjesë e saj, por duhet të bëheni pjesë e BE-s në mënyrë institucionale, përsëriti Eurokomisaria Marta Kos. Albanians, Montenegrins and Macedonians already benefit from cheaper transaction costs because of SEPA. Yesterday we had a discussion. It is 62 million euro per year in North Macedonia, the benefit savings. Thank you. But our ambition is for all of you to advance in sync, so we do not want any of you to fall behind. And because ultimately all the Western Balkans belong into the European Union as equal members, and I'm stressing with full rights. Edhe kryeministrat e Malit të Zi, Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës mbajtën fjalimet në samit.